Edhe pse renditet në objektet fetare pjesë e trashëgimisë kulturore me statusin e monumentit të kulturës, kisha e Shën Gjergjit në Strum të Roskovecit po degradohet dita ditës. E premtuar prej vitesh për të rikonstruktuar, por pa u realizuar ndonjëherë, ky objekt i veçantë kulti daton në vitin 1782. Prej vitit 1970, objekti renditet në inventarin e monumenteve të kulturës, çka sërish nuk ka ndikuar që Ministria e Kulturës të investojë. Aktualisht objekti 240 vjeçar rrezikon shembjen e plot, sipas kryebashkiakes së Roskovecit, Majlinda Bufi, e cila shton se edhe pse çdo vit është vendosur ndër prioritetet e investimeve, ende nuk ka një vendim konkret. Për këtë monument kulture në bashkinë në territorin e Roskovecit, i dyti, në fakt, sepse monumenti i parë i kulturës dhe po themi jo më i rëndësishmi, po që ka marrë një farë vëmendje, është kisha e Kurjanit, kisha e Shënkollit në Kurjan, ndërsa kisha e Shën Gjergjit në Strum e një moshe gati 400 vjeçare, jo më pak se 400 vjeçare, sot është në gjendje degradimi. Mua më vjen keq ta them këtë gjë, dhe sigurisht nuk ndihem mirë, sepse duhet kishte patur vëmendje më herët. Jo vetëm për ta ruajtur si godin me vlerat që ajo ka, që përfaqëson si i tillë, por pse jo të kthehej në një vend atraktiv për jo vetëm për qytetarët të Roskovecit, jo vetëm për banorët të Roskovecit, apo të Fierit, apo dhe më gjerë jashtë Fierit në Shqipëri, po pse jo dhe jashtë Shqipërisë. Ne jemi përpjekur që në Roskovec të fillojmë disa hapa të parë me turistët, kemi bërë disa hapa, disa lëvizje në këtë drejtim, kemi hartuar strategjinë për turizmin në Roskovec, planin e veprimit për turizmin në Roskovec, kemi investuar për kishën e Shënkollit në Kurjan dhe është kthyer tani, po themi, në një ambient edhe më të mirë dhe më të bukur, ka akses për hyrje në të. Por për kishën e Shën Gjergjit në Strum ende nuk kemi një veprim konkret nga Ministria e Kulturës, sepse duhet ta dini, po besoj që për informacionin e qytetarëve, ky është monument kulture në administrim të plot nga Ministria e Kulturës ose nga agjencia rajonale që ato kanë në territor si ministri. Kjo agjenci ndodhet i ka zyrat e veta në Vlorë, ndoshta për mirë funksionim apo për mbarvajtje më të mirë mund të ishte edhe në Fier, sepse Fieri ka shumë monumente kulture, nuk vetëm Roskoveci ka shumë pak. Por megjithatë, përtej kësaj gjëje, ne kemi bërë disa herë shkresa, kërkesa pranë Ministrisë së Kulturës për të patur në vëmendjen e tyre edhe kishën e Shën Gjergjit në Strum. Kemi hartuar një projekt me aq sa mundësi dhe burime njerëzore ne kemi si bashki, sepse ne kaq kapacitete kemi. E kemi futur riparimin dhe rekonstruksionin e plot të kishës së Shën Gjergjit në Strum në planin ton të prioriteteve për investime çdo vit. Si vendim këshilli që e kalojmë këtë në vendimarrje në Këshillin Bashkiak. Në informacionin ton ne kemi një komunikim nga Ministria e Kulturës që është miratuar hartimi i projektit nga Ministria përkatëse. Pra, ata kanë hedhur një hap të parë, kanë hartuar projektin i cili është si po themi elementi i parë që duhet përkaluar pastaj në investim. Po deri më tani nuk ka një investim. Ne përsëri do vazhdojmë që pasi të miratojmë në mbledhjen e parë të Këshillit të Bashkisë që është tani javës tjetër, listën e prioriteteve, pas kësaj do të çojmë përsëri kërkesë zyrtare Ministrisë së Kulturës për ta shtuar në listën e investimeve të këtij viti, sipas procedurave që ata kanë, që edhe kisha Shënkollit në Strum të jetë në një gjendje që meriton të jetë. Të jetë plotësisht e rikonstruktuar, plotësisht me akses edhe në territorin që ka, sepse ka një ambient shumë të bukur përreth. Ne si bashki kemi investuar vitin e kaluar, kemi bërë rrugën me asfalt, që kalon edhe te lagja, por që shkon edhe te kisha e Shën Gjergjit në Strum, dhe shpresojmë shumë që në një kohë sa më shpejt jetë e mundur, ky monument kulture, ky aset që është pranë thashë vetëm e Roskovecit, por e gjithë Shqipërisë në fakt, tu kthehet qytetarëve dhe gjithë turistëve që e duan dhe ta shijojnë këtë lloj bukurie në territor. Për shkrimtarin dhe studiuesin Maksim Zarka, kjo bazilik, monument kulture i kategorisë së parë, mbart dëshmi të shumta të kulturës son materiale. Bazilika e Shën Gjergjit në Strum i përket shekullit të 18, por punimet e saj dekorative fillon në vitin 1801, të cilët u krijuan nga mjeshtrit Jani Qetiri dhe biri i tij Nikolla. Këta ishin nga qyteti i Grabovës. Kjo bazilik ka patur vlera kulturore për vjetërsinë e saj, se është 200 vjeçare, pavarësisht se është shkatruar sot. Është një ndërtesë me arkitekturë një nefshe, e ka përmasa 20 me 18 dhe vlerat e saj qëndrojnë tek
mishkrimit e ka patur ajo, të cilët i ka pasqyruar mirë te mishkrimet kishtare, studiuesi akademik, Zafan Popa. Edhe pse objekt kulti në mbrojtjen e shtetit, kisha e Shën Gjergjit në Strum të Roskovecit po venitet në fatin e saj të hidhur, duke u zhdukur përpara syve të gjithëve.